Horoskopi ditor e mërkur 17 shtator 2025. Tashi, me partnerin do kuptoheni më së miri gjatë kësaj dite. Të dy do jeni edhe më tolerantë të kuptueshëm. Kjo do ju afroj edhe më tepër. Beqarët me shumë gjas do fillojnë histori dashurie sekrete me persona që në fakt nuk ju përshtaten sa duhet. Në planin financiar, do të jeni më të organizuar në mënyrë që të mos keni vështirësi as më vonë. Demi, në parim dita e sotme do jetë e mirë dhe pa probleme të mëdha. Planetët do ju krijojnë kushtet për të sqaruar të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur prej kohësh. Beqarët nga ana tjetër do kenë mundësi takimesh, por do hezitojnë nëpërmjet dy personash. Mendoni mirë para se të vendosni. Sektori i financave nuk do ketë asgjë për të shqetësuar. Binjakët, do ketë disa probleme të vogla sot në jetën tuaj në çift. Nëse jetoni bashkë, mund të ngatroni për çështje parash, ndërsa nëse jeni ende më vete, do keni mosmarrveshje për shkak të xhelozisë. Kujdes, beqarët nga ana tjetër do kenë një ditë tërësisht ndryshe nga të tjerët dhe do ju duket vetja si në ëndër. Edhe në planin financiar do arrini ta stabilizoni situatën. Gaporja, pritet të ketë ndryshime pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do i kuptoni gabimet që keni bërë dhe do gjeni një mënyrë interesante për të kërkuar falje. Beqarët do mundohen gjatë gjithë ditës të gjejnë personin e duhur, por edhe sot do jenë pa fat. Në planin financiar duhet të tregohen të matur në mënyrë që të mos keni vështirësi. Hua nuk duhet t'i jepni askujt. Luani, ndikimi shumë pozitiv i yjeve do e bëjë jetën në çift edhe më të bukur sot. Tensioni do të shuhet dhe gjërat do marrin një tjetër rrjedhë. Beqarët duhet i mendojnë mirë gjërat pozitive dhe negative të një lidhje, para se të hedhin çdo lloj hapi. Mundësitë për takime do jenë të mira sot. Financat do jenë delikate. Megjithatë, me pak maturi mund të arrini ta stabilizoni situatën. Vygjëresha, duhet të bëni çmos gjatë kësaj dite për të pajtuar me partnerin dhe për të krijuar një klimë sa më harmonike. Me patjetër duhet larguar rutina. Beqarët nuk do jenë ende të bindur për të krijuar një lidhje dhe nuk do përfitojnë nga mundësitë që do ju jepen. Në planin financiar do jeni të zotët dhe do menaxhoni me shumë maturi situatën. Gjithçka do shkojë më së miri. Peshorja, Venusi do e mbrojë gjatë gjithë kohës sot jetën tuaj në çift. Do jeni charmant dhe seksual me partnerin, dhe do dashuroni ashtu si vetëm ju dini. Beqarët ende nuk do bëjnë për vete personin që kanë pëlqyer prej kohësh, dhe kjo do i mërzit pa mas. Nëse doni që financat të jenë të mira, duhet me patjetër të shpenzoni më pak dhe për gjëra të domosdoshme. Akrepi, të dashuruarit do kenë një ditë dhe më pasionante dhe më të gëzuar. Gjithçka do shkojë si i kishit menduar. Do ndjeni të plotësuar. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të ngatrojnë dashurinë me punën, sepse mund të kenë probleme në të ardhmen. Për financat do jetë një ditë me fat. Përfitoni për të kryer shpenzimet sa më të domosdoshme. Shigjetari, sot partneri juaj do ju jap prova shumë të qarta për dashurinë e tij, të cilat do t'ju bëjnë të ndjeheni më krenar. Gjeni edhe mënyrën për t'ia shprehur atij më tepër ndjenjat. Beqarët do kenë takime, por nuk do jenë të bindur plotësisht se ata janë personat më të përshtatshëm për të krijuar një lidhje. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër. Hiqni ndonjë para më njanë, me që gjendja është e qëndrueshme. Bërciapi, ditë shumë e qëndrueshme kjo e sotme për të dashuruarit. Nuk do merreni vesh siç duhet me atë që keni në krah, dhe kjo do sjellë vështirësi. Beqarët do jenë më të gatshëm për të filluar një lidhje me çdo që do ju dalë para, pa menduar se edhe mund të lëndoheni një ditë. Për të përmirësuar buxhetin, mos dëgjoni shokët, por flisni sa më parë me specialistët. Ujori, mos u tregoni shumë posesiv në jetën tuaj në çift, sepse mund të krijoni probleme të kota me partnerin. Merrni gjëra shtruar dhe shfrytëzoni momentin. Beqarët nuk do jenë as sot me fat dhe do mbeten sërish vetëm. Është e kohë të bëni edhe sakrifica të mëdha. Financat nuk do jenë as pak në gjendje të mirë, prandaj duhet të mateni para se të kryeni çdo lloj shpenzimi. Peshqit, qielli i dashurisë do jetë pas një re gjatë kësaj dite. Askush dhe asgjë nuk do aprish dot harmoninë dhe bashkëpunimin që ka ekzistuar prej kohësh. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme, por në mbrëmje do ndodhë diçka që as ata vetë nuk e kishin menduar. Përfitoni, për financat do jetë një ditë e qetë dhe pa probleme serioze.